Zbulohet foto ekskluzive të njeriut që hyn me armë në dorë në ambientet e zyrës së PSD në zonën e Alidemit në Tiranë. Gazetari Ora News Elton Qyno ka siguruar foton ku duket qartë personi i shpallur në kërkim, Arjan Talhellari, i cili shfaqet me një automatik të zi në duar. Autori mban të veshur një kapele dhe bluzë të bardhë, ndërsa në duar duket qartë që mban një automatik Scorpions të zi. Personi tashmë është shpallur në kërkim së bashku me djalin e tij Lorenzo Talhellari. Shkak i konfliktit mësohet se është bërë Lorenzo Talhellari me një person tjetër, ku si motiv sipas burimeve të policisë ishte sherrri për bastet sportive. Në ndihmë të djalit ka shkuar babai i tij Arjani, i cili ka shkuar me armë në dorë. Arjan Talhellari nuk ka mundur të bëjë qitje, pasi në përpjekje për të realizuar një veprim të tillë, i kanë rënë plumbat në tokë. Më tej policia sqaron se gjatë këshyrjes së vendit të ngjarjes është konstatuar i dëmtuar, dyshohet me sende të forta, xhami i zyrës së subjektit elektoral. Sipas policisë, nga këshyrja e vendit të ngjarjes janë gjetur 2 fishek. Incidenti ka ndodhur rreth orës 14:00, ndërsa policia ka shpallur në kërkim shtetasit Arjan Talhellari dhe djalin e tij Lorenzo Talhellari. Mësohet se këta të fundit kanë shkuar në zyrat e PSD dhe janë konfliktuar me persona që ishin të pranishëm atje.